Do të ishte pikërisht një celular BlackBerry, simboli i sigurisë dhe komunikimit koduar, që do të vendoste zëvendës kryeministren Belinda Balluku përballë drejtësisë. Ndoshta me bindjen se ky aparat i papërgjuar nuk do t'i tradhtonte kurrë. Aty janë zhvilluar biseda që sot po rezultojnë thelbësore për hetimin e tunelit të Llogaras nga prokuroria e posaçme SPAK. Sipas dosjes së SPAK, komunikimet me zëvendës kryeministres Balluku dhe ish-kreu të autoritetit rrugor shqiptar Erviz Berberi janë zbuluar përmes telefonit BlackBerry të këtij të fundit, tashmë të sekuestruar. Pajisja e njohur dikur si ndër më të sigurtat për ruajtjen e komunikimeve konfidenciale ka rezultuar burimi kryesor i provave. Ky detaj është bërë publik nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka kallëzuar vetë në SPAK numrin 2 të qeverisë, tashmë të pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Në atë periudhë, tenderi i parë për ndërtimin e tunelit të Llogaras ishte ende i hapur. Kompania Gjoka kishte dhënë ofertën më të ulët prej 140 milionë eurosh, por gara u anulua pak muaj më vonë. Në tenderin e dytë fitues rezultoi bashkimi i operatorëve turq me ofertën 170 milionë euro pa TVSH. Në dosjen e timore, SPAK përshkrua në detaje mënyrën se si janë nxjerrë mesazhet nga aparati BlackBerry i sekuestruar Erviz Berberit. Në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti ekspertimit numër 195 datë 26 shtator 2024 të aparatit celular BlackBerry, të sekuestruar shtetësitë e Erviz Berberi nga nxjerrja e të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, kanë rezultuar komunikimet nëpërmjet shtetësitë e Erviz Berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Në datën 26 janar 2021, në orën 12:25 minuta, shtetësia Belinda Balluku i dërgon shtetësitë e Erviz Berberi mesazhin: një pyetje. Në orën 12:25 Erviz Berberi: po. Në orën 12:26 minuta Belinda Balluku: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 në 3 vite? Në orën 12:26 minuta Erviz Berberi: kërkoj plumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Në orën 12:27 minuta Belinda Balluku: po ç'ne, kush e bëri kërkesën e KPP-s? Në orën 12:27 minuta deri në orën 12:31 minuta Erviz Berberi: në KPP çfarë kërkese është bërë patëm në datë 30 dhjetor me artën dhe plumbin? Ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit. Te takimi që sipas VKM-s eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit, po Arta më tha që e kishte diskutuar përpara takimit me plumbin këtë gjë me ty. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe 5 vartës të saj janë tashmë të pandehur për veprën penale shkelja barazisë o pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, në lidhje me kontratën e ndërtimit të tunelit strategjik të Llogaras, një projekt që duket se po kthehet në një test serioz për integritetin e qeverisë shqiptare. Belinda Balluku, viktima politike e radhës e goditur nga drejtësia apo një SPAK që po tenton të hetojë një çështje që vërtet është për tu hetuar? Te kolegu jot përpara një 3 ditësh Red Varaku kam thënë këtë fjali dhe duke qenë se unë nuk ndryshoj shumë në mënyrën dhe në gjuhën time, SPAK-u po tallet me shqiptarët kur vjen puna te Belinda Balluku dhe kjo është një tallje e madhe. Po flas sot, sonte. Çfarë do ndodhin pas 2 javësh, do ta them, pas 2 javësh, 1 muaj apo disa muajsh, unë këtë nuk jam në kokën e Dritan Premçit, po unë di them domethënë që bazuar tek ato që fliten në media për zonjën Balluku dhe tek ato çfarë kanë dalë sot në përgjimet gjithandej në mediat shqiptare në raport me Belinda Balluku, në raport me atë celularin e zotit Erviz Berberi, për cilën prap po ta ritheksoj, jo sepse po kam shpikur rrotën, po përpara 2 javësh ta thash. Indicia e vetme dhe prova më kryesore që kanë pasur prokurorët e SPAK-ut ka qenë zbardhja e përgjimeve e celularit të Erviz Berberit. Po celulari Erviz Berberit ka 2 vjet në SPAK. Jo 2 ditë, 2 vjet. Në rregull? Dhe mua më bën çudi, po nuk po e merr me 2 vjet, po 6 muaj ka. Ka 6 muaj. Dhe unë nuk e kuptoj domethënë se çfarë është pritur deri tani. Të akuzosh sot Belinda Ballukun për tendera publik është të tallesh, kuptimin e mirë fill fjalës, me shqiptarët. A nuk do duhet akuzuar për shkak në rastin konkret, meqense është një çështje faktike tunelit Llogaras, ti po thuaj që mos ta ngrem fare si akuzë, apo do duhet shumë diçka më të madhe se kjo? Po tani nëse ti më thua mua, në bazë edhe të përgjimeve po flas, që zonja Balluku pas ka thjesht pas ka ndërhyrë në një tender, po kjo është tallje pastaj mbrapa. Ne këtu i kemi ngritur grup të strukturuar kriminal
Ilir Beqajt për 3 persona. Ne këtu kemi ngëquar për grup të strukturuar kriminal njerëz që janë marrë me kanabis. Ne këtu, më ndihmon prokurori këtu, kemi quar ca plaka dhe ca pleq për ato fermat e Roskovecit me kanabis. I kemi quar për grup të strukturuar kriminal. Atëherë, këtu të këni Llogaras, në bazë të asaj që ka nxjerrë vetë Spaku, janë të paktën 6 persona, të paktën 6 deri tani, për të cilët Spaku vetë e ka deklaruar që ka nisur janë në rentehim ose të marrë të pandehur si zonja Balluku. Pra nuk janë 3, janë 6. Atëherë si është e mundur domethënë që nuk kemi këtu te kjo çështje, nuk kemi grup të strukturuar kriminal? E dyta, ti po flet për implikim në një tender i cili shkoi nga 140 milion euro në 190 e kusur milion euro. Pra, ke një dem ekonomik i cili shkon mbi 50 milion euro. Janë parat shqiptarëve ato, që kanë shkuar me urdhër të zonjës Balluku nga Andi te Nardi. Dhe ti ke këtu implikuar edhe kompaninë e mbikëqyrjes, e cila do duhet të mbikëqyrte të gjithë këtë kontratë, për mënyrën se si ajo do duhet ta adresonte mirëmbajtjen ose mbarvajtjen e punimeve. Po kjo është një tjetër gjë. Prit, se kjo është shumë e rëndësishme. Jo, mbikëqyrja është shumë e rëndësishme. Po pra, prit, se duhet ta po mundon ta them sa më qetë që ta kuptojnë të tjerët. Nuk është se ta kuptosh ti e di se për çfarë po flas. Dhe e treta, në Republikën e Shqipërisë teorikisht nuk ndërton dot një garth dhe nuk të vjen ty me vrap inspektori i lagjes, i IKMT-s, sepse ne jemi popull spion. E kemi të trashëguar nga regjimi komunist këtë, ne spionojmë gruan krevat, e jo më komshiun, e jo më lagjen, e kemi në ADN-n ton, dhe si është e mundur domethënë që ti i ndërton një vepër kaq të madhe, 100 e kusur milion euro, pa leje ndërtimi. Kjo i ban përshtypje Spakut? Ishte dhënë një vit me vonesë nga kur është shpallur tenderi? Ka përshtypjen 2022 ishte një miratimi lejes ndërtimit? Leja është zbardhur në 28 maj 2025. Për ata që kanë një pas zgjedhjeve të vit? 28 maj 2025. Po 2 javë mbas zgjedhjeve. Më lër Ervin duhet të më mirë kuptosh sepse po të marr kohën e nevojshme. Unë thjesht informacione jot po pasuroj kjo këtu që unë s'arri do t'ja çoj atje, po ta s'ka problema, sepse e referoj unë. Kjo është 28 maj 2025. 28 maj 2025 është firma. Okej, e Thuaj emrin. Drejtori i Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka. Okej. Tani është merituar leje, po. Është merituar leje. Për mbi këtë lejen këtu, po ta shikosh, është emri i zotit Edi Rama si kryeministër dhe zonjës Belinda Balluku si ministre e linjes. 28 maj 2025. Ishte prerë riti për tunelin e Llogaras. Tani, në qoftë se ka njeri në Republikën e Shqipërisë, si mua më thot, që unë mund të ndërtoj në këtë vend pa u zbardhur leja e ndërtimit, ma thoni sepse duhet të çmendem realisht këtu pastaj. Tani, thën kjo. Qa shton të hetimi kjo për shumë dhe ku shpreket nga një hetimi mirëfillt nëse është ndërtuar një vepër infrastrukturore e rëndësisë veçantë në vendin ton, pa një leje ndërtimi. Unë nuk jam prokuror, unë jam avokat, edhe ditë flas vetëm në këtë lloj stature. Kimisht do Pius Karanxhu për. Por ama ditë të them një gjë. Që është kjo vepër penale dhe nuk po flas për shpërdorim. Sepse kur e para në këtë lloj konteksti duket sikur kjo zonja Balluku ka shpërdoruar detyrën. Jo. Shpërdorimi i detyrës është 99.99% korrupsion pasiv. Kjo vepër penale, për mendimin tim nga kodi penal duhet hequr fare. Shpërdorimi i detyrës është alibia që të mos lodhet prokurori. Ideja është shkelje barazisë në tendrave nuk është ende shpërdorim detyra. Kjo më shkelje barazisë në tendra vjedhje. Se përsa e ke shkelur ti barazinë në tendra, ja ke dhënë Nardit, por nuk e ke dhënë Andit. Çfarë ka krijuar kjo shkelje barazisë në tendra? Çfarë ka krijuar 50 milion euro dëm ekonomik? Ku ka shkuar këto 50 milion euro?
Se për këtë po flasim Kam pyetje, do të pyes edhe për ato. Këtë po flasim. Pra, duke qenë se më pyete dhe po i rikthem pyetjes, çfarë po bën Spaku? Të gjithë ata që gjatë gjithë kësaj periudhe kohore i kanë vendosur spaletat e jashtëzakonshme Dritan Prençit, edhe për te fakti domethënë që ai mund të ketë pasur presione bla 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 historia të këtija që mua s'më bëjnë përshtypje këto, fare, sepse ti ke pranuar bësh prokurori i Spakut. Është kjo normale që të ketë presion thua, ëh? S'më intereson fare. Okej. A se ha presionin dot. Hik marr. Hapi rrugën se e bën dikush tjetër. Nuk ka kuptim fare mua të më thotë domethënë kjo historia që shiko se jetë bërë presion që është o e bën një punë ose nuk e bën. O e çon një çështje gjyqësore drejt, ashtu po siç është, ose nuk e bën. Ti s'mundesh domethënë 30 herë kam thënë dhe 300 herë të tjera do ta them. U mbars mali dhe polli 1000. Okej. Ky është fakti konkret në raport me Belinda Ballukun. Do kthehem sërish. Dhe nuk ka, dhe më fal, edhe e fundit edhe kjo këtu në. Jo, e fundit s'është sepse. Dhe nuk ka të krahasuar po fare me Erion Veliajn. E di si duket Erion Veliaj krahasuar me Më i vogël po më thua. Po çfarë thua me mikroskopik. Okej. Faleminderit. I shkon Spak deri në fund kësaj historie Karanxha dhe çfarë ndodh? Sepse në kushtet aktuale kemi vetëm shkelje të barazisë në tendra, për të dhënë vetëm le të themi komunikimin të akuzës. Çfarë ndodh më tej? Pasurohet kjo me të tjera akuza si çështje? Neve, nga dhënat që kemi marrë, po hetohen 3 procedime bashkë. Çka do thotë në këtë fazë të hetimit, jemi në mes procedimit dhe procedimi akoma nuk ka mbaruar. Por nga dhënat që dolën sot në media, del fare qartë që këtu s'ka pasur tender. Pra nuk ka tender që të kemi shkelje barazisë në tender, mund të qenë tender formal, sepse leja është dhënë 2025 që ka dalë leja. Pra këtu kemi një sër veprimesh në koordinim me njëra tjetrën, të cilat tregojnë që është vepër tjetër penale, nuk është në shkelje barazisë në tender. Sepse këto e kanë përsaktuar gjithë, sepse shkelje barazisë në tender, domethënë kur ke një tender që favorizon një kompani në raport me një tjetër, por këtu nga dhënë del se s'ka pas fare tender. Pra tenderi është kot. Pra qëllimi është që të rritet shuma e bërjes së objektit dhe këto lek paksohen nga buxheti i shtetit. Pra, nga 140 ka shku 190. E 7. E 97, 200 e marrim e Rumulla Kosim. Tani problemi kush është? Është marrë mbikëqyrësi punimeve. Ç'lidhje ka mbikëqyrësi punimeve? Se ti kishin marrë një tuaj që ti mbikëqyr. Mbikëqyrësi punimeve është shumë i rëndësishëm kur bëhet një objekt, sepse i plotson faturat me zërat e punimeve që kryen. Pra këta pse e kanë marrë, ka qenë të interesuar që ta marrin këta. Dhe mbikëqyrësi punimeve, tendi i mbikëqyrësve lidhet në tërësi, duhet shkohet te rritja e shumës. Pra janë element të anës objektive të një vepre tjetër. Pra merr mbikëqyrësin e punimeve, këtu nuk ka tender fare, ti bën gjëra sikur ka tender, ndërkohë që qëllimi është paksimi i pasurisë shtetit. Po çfarë vepër penale është kjo? Mendoj. Unë do ta kem nxjerr edhe si kontekst, kam përshtypjen regjia të lutem nëse është kaluar nenin 135 nëse e keni aty, nëse është kaluar. Gjithsesi nëse nuk është kaluar, unë mund ta, okay. Nenin 135 vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Shtuar fjalë me ligjin numër 23. Le mos u lodh me ato. Është pjesë e dytë e nenit. Është pjesë e dytë e nenit? Ah, okay. Nuk po të ecësh lart, ajo është. Po, është pjesë. Ai është neni. Po, s'prish po. Okej. Mirë, neni që atëre vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Ky është neni po. Po, ky është ky nen. Pse është ky nen? Se janë kryer një sër veprimesh në koordinancë dhe nga përgjime del se nuk ka qenë qëllim bërje tender, sepse tenderi kur që ai një që meriton e merr i dyti ose i teti, këtu nuk ka tender fare. Edhe qëllimi është paksimi pasur, kjo është shumë e qartë. Pra duhet kapemi te kjo. Po mirë, ne mund të shkojmë te kjo pa pasur një akuzë shpërdorim detyre njërë si fillim, se ne kemi vetëm shkelje të barazisë në tendra, pra cila është shpërdorimi i detyrës, mendoj, sepse duhet parë veprimet në tërësi. Shpërdorimi i detyrës është tek firma që është marrë datë 28/5/2025 dhe punimet që janë lënë pa leje. Ky episod përbën veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Po s'ka lidhje Balluku këtu. Po kjo është shpërdorim i detyrës, pra kjo e leje që është dhënë, pra të kemi parasysh firmën që është dhënë aty, kjo është vepër penale. Sepse duhet i marrim gjërat për atë që është. Pra mund diskutohet shpërdorimi i detyrës, varet, domethënë se ke një akt që duhet ta bëjë në 2021, e ka bën 2025. Kjo diskutohet, ha diskutim me, domethënë janë dy rryma. Ka falsifikim, sepse ti po jep dhëna 3 nëse kjo duhet ishte në 2021, por ti e bën duke pas vetë këtë detyrë, duke e bërë pas ti ke shpërdoruar detyrën. Është më mirë ta lesh fare se sa të vësh akte aty kur
Jo, se linte do të ata e vinë. Sepse do shkonte Adelaida Roka, do shkonte pastaj për përdorimi detyrës është dalja e lejes me vonesë. Tash diskutohet me falsifikimin e dokumenteve. Pra ti krijon akte që nuk i korrespondojnë realitetit. Falsifikimi mund të jetë në formë dhe në përmbajtje. Në formë dhe në përmbajtje ose me nënshkrime. Në rastin konkret është në përmbajtje, sepse përmbajtja nuk i rezulton realitetit të vitit 2023. Tani duhet kemi parasysh që më shqetësoj kjo, nëse është e vërtetë që telefoni ka 2 vjet i zbardhur, domethënë kjo është çështje që duhet të ishte procedurë më shpejt. Pra telefoni kanë ardhur ato mesazhet para 2 vjetësh, kjo duhet marrin. Telefoni është konfiskuar përpara se Elvis Bebes të shkonte në burg. Ideja është e tillë, nëse ka ardhur akti ekspertimit, ka qenë para 2 vjetësh, ka qenë dosja. Jo, nuk e di kur ka qenë, u di telefoni është vënës, po më nëma iqe 2, bëje 1. Po, tani bëje 6. Është çështje sepse duan marr masa dhe e lidhin me Erion Velin. Pa e lidhin me Erion Velin, me ato shifrat e Erion Velit se çka ka bote, ndjekja me arrest. Dhe në këtë rast unë personalisht kam mendimin tim personal që zyrtarët e lartë mund të procedohen dhe në gjendje të lirë. Por me standardin e krijuar sot, se këto ka krijuar vetë të standard. Dhe për Erion Velin, po ta mbash mend, nart kam qenë që duhet të hetohet mas tjetër. Po me standardin 2 fish, se ky është standard 2 fish. Këtu 50 milionë euro në gjendje të lirë, këtu për veshmbathje me vlerë 950.000 euro, 1 milion euro, arrest në burg dhe deri në shkallët e gjykimit dhe hetim edhe në qeli. Tash është hetuar në qeli, është vënë për gjys berberit, pra se kjo është vepër e madhe. Pra kemi një hetim që i është qep tjetrit me bukë në çantë, dhe kemi një hetim tjetër që është vlerë shumë e madhe, se kjo është vlerë shumë e madhe. Te këto duhen shku forcat. Jemi dakord çdo vepër ka rrezikshmërinë e vet, por këtu janë 50 milion euro që mund të shërbojnë një investim tjetër. Dhe tash si është lënë kjo? 50 fish më shumë. Ka një gjë, domethënë kjo paga shumë kuptohet si paksimi i buxhetit të shtetit apo jo? Në parave të kontributit qytetar. Parat nga buxheti i shtetit, siç dihet, vijnë nga taksat e qytetarëve. Duke filluar nga ati që nuk e lejnë me një tezë që ti je i fiskalizuar, nuk e le atë me një tezë e tjerë. Pra, sepse qëllimi kush është? Bëhen këto tarë, bëhen investime që të bëhet jeta shqiptarëve më e mirë. Tani këto lekë që merren shkojnë në xhepat e personave dhe kjo është vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Pra është vjedhje e pasës se ti po pakson pasurinë e shtetit dhe ke gjetë mekanizma nëpërmjet tendrave, nëpërmjet mbikëqyrësit të punimeve dhe janë një veprim, një tërësi veprimesh që bëhen me qëllim, sepse vepra vjedhja ka qëllimi paksimi pasurisë. Pra kush është qëllimi? Pra ke gjetur sepse këto lekë janë dhënë nga buxheti i shtetit, janë dhënë këto lekë me bokët rrugën. Pra, janë dhënë këto janë lekë të buxhetit, ti ke për detyrë ta administrosh. Ta ti duke gjetur mekanizma si që këto lekë të futen në xhep. Kjo është për vetë ose për persona tretë, se janë dhe persona tretë. Pra duhet parë dhe kompania fituese, çfarë lidhje ka. Sepse kjo është forma se si mund të kthehet. Domethënë që kthehet paraja te personi, sepse vjedhja mund bësh edhe për një person tjetër. Pra ti duhet pa roli. Pra roli bë për një tjetër, po s'është paksu pasuria këtu. Dhe janë veprime, mbikëqyrje punimeve ke ndërhyrë, se ti aty ti leshe mbikëqyrjen e punimeve. Regjia do të kemi 2 përgjigje publikuara nga Gazmend Bardhi, të paktën këto meqense janë bërë publike nga meqense është deputet dhe ne mund t'i kemi. Atëherë, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi bazën e kallëzimit të bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike përfaqësuar nga shtetësi Gazmend Bardhi më datë 12 shtator 2024 ka regjistruar procedimi penal numër 181 të vitit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendra pa ankande publike, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Duke qenë se ishte një fakt penal objektetimi në lidhje me procedurat e prokurimit me numër reference dhe numër reference tjetër me objekt ndërtimi i tunelit Llogaras, në datë 20 shtator 2024 është vendosur bashkimi i procedimit penal numër 167 të vitit 2024 me procedimin penal numër 181 të vitit 2024 në një procedim penal të vetëm. Ato me numër 167 vit 2024 për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Atëherë, po nuk e mori dinjëri, nuk e mori një veshje. Janë bashkuar, pra 2 kallëzime janë bashkuar në një të vetëm. Po çfarë bëhet fjalë pra? Se nuk po i thua atyre që po na shikojnë për çfarë bëhet fjalë. Thuaj, më ndihmo. Është tenderi, procedura e tenderit për procedura e tenderit të Llogaras dhe procedura mbikëqyrjes së tenderit të Llogaras. Okej, perfekt.
Kemi tjetrën, regjia të lutem? Do të kemi edhe një tjetër të kësaj. Atëre, ky është përgjimi, ka dalë përgjimi këtu, në lidhje me këtë veprim të njësisë së prokurimit nga akti i ekspertimit, aq ndata që kaq të aparatit celular BlackBerry, model BFF sekuestruar shtetësit e vizë berberi nga nxjerrja të dhënave teknike kompjuterike që përmban ky aparat celular, ka rezultuar komunikime ndërmjet shtetësit e vizë berberi dhe Belinda Balluku si më poshtë. Nëse regjia mund ta nxjerrë në ekran të madh kur ti lexoj, që të ketë mundësi edhe audiencia të shohin. Në datën 26 janar 2021 në orën 12:25, shtetësja Belinda Balluku i dërgon shtetësit e vizë berberi mesazh një pyetje, po i kthen berberi: kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 vite në 3, dhe berberi i përgjigjet: kërkoj plumbi të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, dhe Balluku i thot: po shne, kush e bëri kërkesën në KPP? Atëre, në KPP çfarë kërkesa është bërë? Te takimi që patëm në datë 31 dhjetor me Artën dhe Plumbin, ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, i thot berberi. Sipas VKM-s, eksperienca duhet kërkuar 3 vitet e fundit, ndërkohë që ai se kishte dhe lam 3 nga 5 vitet e fundit. Po Arta më tha që kishte diskutuar përpara takimit me Plumbin këtë gjë me ty. Tani, çfarë kastove tani? Ma thjeshto se unë e lodha audiencën me këtë. Po i thjesht kanë qepur tenderin sipas mizurës që ka pasur Plumbi. S'kishte eksperiencë 5 vite, kishte 3. Po, dhe një po të them tani, e marrë mend një tender që ndoli para nja 5-6 vite, se këta kanë fagma, këta specialistët, specialistët. Manovratori tha, jo të vetëm tha ti ishte 40 vjeç, kështu, po ta kishte edhe emrin Shaban. Është identike një të gjë. Shkon Plumbi dhe i thot Plumbi: shiko këtu, unë nuk i kam 5 vite eksperiencë punime të ngjashme, po kam 3. Kështu që uleni këtë që ta marrun tenderin. Kjo pra është këtë për këtë. Ky është hapi i parë që është bërë në këtë histori mendoj. Ore, këto 90% e tenderave bëhen kështu në Shqipëri. Janë bërë dhe bëhen. 90% e tenderave janë bërë dhe bëhen në këtë lloj mënyre në këtë vend. E kupton për çfarë po flasim apo sekondë? Pra ndërhyn, më falësh, se kam pas një debat të madh me 2 kolegë, të cilët i dhe atyra përmendën emrin pa pikë problemi, Arber Hita dhe Denis Mingën. Po, kolegët tanë. Po thas, po smerret tha ministra e infrastrukturës së linjës me tendera. Ja që është marrë me tender. Pullumi ti vije kapelja kështu, xhaketa ta ketë zezë, ta ketë numër 52, jo 48 se i ringusht. Ja pra. Për këtë po flasim ne. Na doli rryli fyti duke thonë domethënë që këta janë hajdut. S'ngjon njeri valla, çfarë ti bën ne tani? Çfarë ti the mund Dritan Premçit në rastin konkret? Ju sa se kupton më. Sa është një çitë më mirë se unë s'më përta. Provorit spago. Nuk ka lidhje. Po flasim për gjëra ku këta vjedhin dhe nuk kanë frikë. Kjo është e frikshme në këtë vend më. Po me këtë që po mos spaku. Dhe duro prit se duhet të flas. Mos më ngacmo tani. Se kapi një temë shumë bukur vini këtu. Raportin midis Erion Veliajt edhe Belinda, dhe ti e di shumë se sa shumë e dua unë Erion Veliajt personalisht. E kam kuptuar këtu. Tani Spaku shkoi në gjykat dhe i kërkoi që Erion Veliajt ishte me patjetër në burg sepse prish prova. Helmonte provat, kështu është vendi. Po, Helmon kur thua ti duket sikur po. I mbaj më. Le mos u lodh. Prish provat sepse është një person në pushtet, bla 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 historia. Po më kur prish ka provat Erion Veliaj përveç mafjes se s'do ta prish gojen, e bashortes tia se pra ato po hetohet. Se po të hetohesh për 5 majin, për teatrin, për incineratorin, për lejet e ndërtimit, më the thash unë ja bëja kabull më burr. Po ai po hetohet përveç mafjet, për të brendshmet e gruas tia. Pse i ke bler një pal brek 209 sterlina? Okej, Kjo është më po. Edhe na ka lindë edhe kurioziteti, pse? Po pse tani se na ke futun bela me gra dhe bur shpita. Pris sekonda se po se është njerëz gjallë jemi ne burse nuk vim nga kozmosi. Tani ti Erion Veliaj i bën atë që i bën. More stër e meriton më. Po më kjo zonja Balluku ka më pak pushtet se Erion Veliaj? Jo, me pozicionin që ka shumë, sepse janë dhe 2 posta të rëndësishme, dhe zëvendës kryeministe për një kohë të gjatë dhe ministri i infrastrukturës. Mos më ndërhyj. Po të ndihmoj bisedën. Mos u lodh fare të më ndihmosh bisedën. Rri aty. Okej. Belinda Balluku në këto 5 vitet e fundit, për shkak të ministrisë që mban, harxhon gjysmën e buxhetit të vjetor të këtij shteti.
Pra nëse buxheti është 8 miliard, 4 po thuaj. 4 i shkojnë ministrisë Ballukut. Sepse është ministria, nuk është se ka shkon Balluku. E qartë. Kërkon ka buxhet të madh ministri. Po. Tani o është e pushtetshme kjo njeri, o prish provat ky njeri, o nuk e di kush mund t'i prishin më. Nuk e di më, ma tregu kush. Reç Biberi Tropojën si prish provat, që është në arrest shtëpie. Kush i prish më? Se këta të luajnë mendsh më. Këta të luajnë mendsh. Tani do thot dikush, sepse kam pasi debat sot me një kolegun tim që nart po sa fusin dot brenda sepse ajo është me status deputeti. Po, po. Teorikisht dhe praktikisht ajo është deputete, duhet që ti të kalosh në një hallka procedurale për ta bërë. Po ti bëj punë detyrën tënde si prokuror më zotre. Të ndërmerret ti hapi. Po ti merr hapin, kryesor dhe çoja komisionit mandateve, çoja parlamentit, thua unë kërkoj arrestin e kësaj zonjës. Ose ndoshta vetëm e qenë imuniteti si fillim, se pastaj jo, kjo është ide. Kjo është çoja aty, sepse ti ajo duke qenë një person i zgjedhur, ti nuk e pezullon dot as nga detyra atë, sepse nuk lejohet të pezullohet me urdhër prokurorie një person i cili është i zgjedhur. E qartë. Okej, në rastin po ti bëhesh procedurën më zotëri i nderuar. Për hir të transparencës, ajo nga prokuroria më çfarë drejtin jemër. Bëhe procedurën, çoja aty, pastaj le të bëj çfarë doj. Ja çon për shkelje të barazisë në tendra këta? Ore, nuk mund të çosh për shkelje të barazisë të rema, se po tallesh, tash një titër tani njerëz. Po tallem unë, shkoj. Ti po tallesh, tani nëse kjo që ti sapo citove pak më përpara. Është shkelje barazisë në tendra, atë ta lëm unë sonte ti ke fare dhe bëhem Ervinin, sepse pas është ofenduese pastaj për mua. Jo pak. Jo sa ashtu ofendojmë dhe Ervinin, ne ofendojmë dhe unë. Jo, nuk e kisha në atë. Kuptova kontekstin e gjës, po prandaj dhe unë për të ndoshta për ta ndezur bisedën në raport me. Po nuk e mua kjo është, domethënë edhe më dash mos më undes. Ndizesh vet. Po ndizesh mos domethënë ti njeriu. Ore, kuptoni se për çfarë po flasim? Ka ndalë sot përgjime që kjo kryeministri i vendit e thot palloshi i gjatë. Ai të po shkoj te ai palloshi i gjatë. Më kalon me tjetër. Ka ndalë përgjime të tjera sot ku ajo e bullizon me shprehje të cilat domethënë në datën 1 tetor 2021 në orën 10:52 shtetasia e Viz Berberi i dërgon shtetases Belinda Balluku mesazhin. Okej, për pak nxjerr tunelin dhe pak. Pra, kur thot pak është publikimi i tenderit. Në orën 10:53 Belinda Balluku i thot prit. E Viz Berberi për tunelin okej, po, priti çoj fjalën atij thot. Ati ku që kërcënon me SMS. Okej. Nxirre tunelin i thot Balluku, okej, për pak i thot Berberi dhe thot në orën 4 pas dite, 4:06 minuta pas dite, tuneli u nxor sapo thot Berberi. Tani kush është ky që kërcënon me SMS? Më kap kamera këtu. Ta kap kamera aty. Mas i kërkoj shumë. Nuk e them. Unë e them për audiencën. Këtu është kryetur diçka super bullizuese, të cilën për hir të transparencës juve e keni sfumuar. E kemi sfumuar, patjetër se kjo është gjuha e numri 2 të shtetit shqiptar kundrejt numri 1 të shtetit shqiptar. Ja kjo është. Ajo është për kryeministin po thua. Po pse për mua është? Unë s'pa pjesë aty. Se neve jemi të shkurtër, si më gjatë. Jo, pa është tjetër fjalë jo. Jo. Po i them se ti të lo fare tani. Po i thot, po priti çoj fjalën atij që kërcënon me SMS. Po kush ka mendere në këtë vend të kërcënojë me SMS e Belinda Balluku përveç palloshit gjatë? Karanja. Ka shumë gjasa që diet Bayram Begaj. Okej. Ose tjetër roje karburantit këtu te tegu. Okej, të rrim domethënë tek linja e timit që s'pak do duhet kishte ndjekur. Nuk për sa i përket që ju thatë që do duhet jetojë në një masë sigurie, apo jo është një tjetër çështje. Mua çështja që cilën unë kërkoj ta parashtroj këtu lidhet në raport me këto vepra penale që tham. Referuar këtyre përgjimeve, le të themi komunikimeve të cilat tashmë janë bërë publike, duhet theksuar që ky është marrë nga ana e kam përshtypjen e ka nxjerr ish kryeministri Berisha në Facebook se nuk mund të publikojmë paktën ato nga dosja për të qenë korrekt. Si do ishte Dorava Karanja si ish prokuror që ti do hetoje dhe do ngrije veprat penale me radhë dhe për të lexuar dhe neni se arrita ta siguroj. Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën thot
Vjedhja e pasurisë e kryer nga personi që ka për detyrë ta ruajë dhe ta administrojë atë, apo duke shpërdoruar detyrën, dënohet me burgim gjerë në 10 vjet. Por nuk e thot sa nga sa, kur thot gjerë në 10 vjet, çfarë do të thotë? Fillon sepse në pjesën e përgjithshme të kodit penale dhe për kundërvajtjet penale dhe për krimet parashikohet është nga 10 ditë, pra 10 ditë është minimale deri në 10 vjet. Se kjo është pjesë e kodit penal. Madje se po flasim edhe pak për kodin e ri, vetëm një rresht. Kodi penal është shumë i saktë. I jetë sakta. Pra, këtishe me kodin rik të s'do e mersh e vesh se sa është. Kurse pjesë e përgjithshme e përcakton qartë. Sa është masë dënimi për kundërvajtje, sa është për krime. Po, shumë shkurt të sqarova. Okej, perfekt. Si do ta rendisje akuzat këtu? Mi thuaj me radhë. Domethënë, a do të rendisje të gjitha njerëz? Duke qenë korrekt. Grupin e strukturuar kriminal do e fusë jemi korrekt se është çështje në hetim. Pra, duhet edhe kjo korrektësi se kjo akuzë është ngrit aktualisht mbas ne 34 të kodit procedurës penale kemi një akuzë zyrtare vetëm për shkeljen parazisë tendera. Okej. Qofse faktet gjatë rrugës ndryshojnë, mund të rëndohet akuza. Shtohen fakte të reja, thritet prapë dhe i njoftohet akuza. Pyetja është këto fakte ndryshojnë të akuzë aktuale apo jo? Siç ta shpjegova, tu tregohet që nuk ka tender fare, pra çdo gjë është fiktiv. Okej, u krye? Bro, më thon, duhen pyet dhe pjesëmarrësit tendror, keni çu letra apo ose bova ki që ti kanë çu dhe letrat vet fare, domos s'ka fare tender. Sepse gjëri sa anullimi i tenderit parë dhe shkurat e tenderit dytë me një shifër 50 milionë euro plus 50 më të lartë tregon që këtu, domethënë, paksimi i pasurisë tash edhe një është vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën. Këto lek janë lekët e parave të popullit, se në thelb buxheti i shtetit nuk janë pronë private e persona, janë para e popullit. Ti në këtë formë e ke për vetë tash ose për persona tretë. Pra është gjetë një lloj mekanizmi i tillë i sofistikuar, duke futur lloj dhe mbikëqyrjen e punimeve, se kanë ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve, se ky është qëllimi. Është ndërhyrë te mbikëqyrësi i punimeve që ti kenë punimet aty dhe ti bëjnë zërat e punimeve si duan. Prandaj edhe tuneli i Llogaras sot kërkon një ekspertim të paanshme nga ekspert huaj që të verifikohen punimet dhe cilësia e tyre. Sepse siç e tham dhe para që kemi qenë një emision tjetër, kur ka qenë dhe Premçi. Ne jemi vend i varfër. Nuk kemi luksin, nuk kemi luksin ne t'i bëjmë nga 2 herë këto vepra. Nëse kjo duhet verifikuar një që të bëhet tuneli i Llogaras bëhet si mas projektit dhe të bëhet cilësor. Jo të bëhet shtrema dhe edhe parat merren dhe është cilësi e dobët. Dhe është jasha vetëm një nga ato tunele. Të ta ndihmoj për një gjë. Pjesë nga dosja. Se ky do filloj pas së tash. Belinda Balluku, duke qenë në cilësinë e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë, donse kishte deleguar formalisht përgjegjësitë e titullarit të autoritetit kontraktor tek sekretari i përgjithshëm i ministrisë, Shtetasja Viola Haxhiademi, ka ndjekur dhe orientuar në vijimësi procedurën e këtij provimi publik në fazën përgatitore, zhvillimin e procedurës, në fazën e dorësimit dhe vlerësimit të ofertave deri në momentin e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik fitues. Kjo tregon një kujdes të zëvendës të ministrës për mënyrën se si. Kujdes. Po. Kështu e cilësoj. Domethënë edhe Pamela nuk do ta thoshte dot këtë që sapo the ti. Pamela, për ata që se dinë, është motra e Belindës. Që kanë përshtypjen do të jetë avokati në këtë rast apo nuk është cilësuar? Ma bëj pyetje pasi të marroj vini. Okej, mirë. Nëse do isha prokurori i çështjes, Karandxa po ta bëj pyetjen shumë thjesht. Më listo të gjitha veprat penale që konstaton në të gjithë këto do mi merr me radhë. Shkelje barazisë në tendra 1, shpërdorim detyre 2, mund të ketë vjedhje. Vjedhje duke shpërdoruar detyrën 3. Tjetër kemi më? Tash nëse mund kemi falsifikim të dokumentave këtu, e diskutuam pak. Diskutohet dhe falsifikim sepse kur një person i bën letrat vetë, domethënë është shpërdorimi i detyrës, se ka një detyrë zyrtare bën dhe ndryshon nga 186 nga falsifikimi i personave që kanë detyrë. Mendimi im thon këtë praktikë pasi jemi para shpërdorimit të detyrës, është një debat juridik, është 186 apo 248. Unë mendoj që jemi bërja e letrave mbrapa nga një person që ka dorë dokumentave shpërdorim detyre i pastër. Sepse letrat dhe dokumentat bëhen kohën që bëhen. Futja mbrapa është shpërdorim i detyrës sepse ky ka drejt të ruaj këto akte. Dhe diskutimi i fundit pastaj duke u nisur nga praktika e Spakut, nëse kemi të bëjmë apo jo me grup kriminal. Unë sepse kam pyetje për këtë. Kjo është domethënë rasti Beqe, sepse rasti Beqe e përmendi edhe pak në ardhje, është rasti ku për shkak të numrit të personave edhe parat aty në mes, ngrit grupi strukturuar kriminal. Në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Pra të çon drejt kësaj ty Karandxa të hetimeve duhet verifikohen gjitha, pra duhet verifikohen edhe tendera të tjerë, se janë vetëm këto.
Pra ai, domethënë, kanë taku edhe një deputet Partisë Demokratike, në mos gaboj. Po. Ka gjëra duhen verifikohen gjitha rastet. Arbra Galliu. Për disa toka interesoi, thuhet do të interesoj për dy toka. Duhet të verifikohen pra se ti përdor pushtetin tënd për me myll gojën tjetrin, thojsa, kuptimi për me i bëni punë apo. Ti do me bë punë privatisht, shko bëj kontrata, jo duke pas shtetin dorë. Apo duke pas pushtetin. Po çuni mirë ai tha, po lere, mos merr me to. Okej, prandaj duhet do të verifikohen gjithë, nëse verifikohen që janë sipas nenit 28 të kodit penal, atëherë mund të kemi edhe grup kriminal, po duhen prandaj thashë është çështja e hetim, duhet pa gjithë episodet njëri mas tjetrit. Deri këtu nuk kuptojmë gjë. Deri këtu mund të ketë dyshime, por unë jam për atë. O bëhe ngri akuzën o mos e ngrit. Se akuzat gjysmake janë gjysmake. Pra kur shkosh nesër në gjykat mos ta kthej gjykatës siç i kanë edhe raste të tjera Spago, që i thon edhe rasti Beqesh, nëse do kërkohet një mas sigurie, ndoshta edhe mund të ketë akuza të tjera. Tashmë jemi deri në do kërkojmë mas sigurie tani mos na çudit, pas dhe njëti ta shpjegova. Mas sigurie ne themi për shembull edhe standard 2 fish nuk është e parë që mas Spago. Edhe tek çështja e Mediut për shembull. Çështja e Mediut u rifillu mas 15 vjetësh. Ndërkohë ke çështjen e Durrës Kukës, sepse të dy çështja e Mediut u fillu për shkak të dyshimit kushtetutës dhe ligjit, dhe edhe ligjit, po, se do kushtetuta ligjesh. Çështja e Durrës Kukës pse nuk u hap? A është edhe kjo për ndryshim të ligjit, se që ndryshoi provat e marra jashtë afatit s'mund të përdoret, po aktet janë vlefshme. Pra, pse nuk rifillohet çështja e Durrës Kukës? Kjo është një pyetje. Ku është Erion Braçe që ngrinte zërin? E mban mend se si ka pas ngrit Braçe zërin? Pse nuk ngrihet? Ose për rastin e Kosta Trebisës që thoshin është vrasje. Pse s'ka fol Erion Braçës? Po kjo është pyetje. E qartë. Për Durrës Kukës pse nuk flet? Apo e lën, domethënë, si mas interesit. Kur ka diçka neve duhet ngrejmë zonën. Është detyrim qytetar. Neve mes kush nga këto s'kemi asnjë gjë personale. Kjo është çështje faktesh. Me 50 milionë euro mund të ishin bërë shumë investime nëpër qytete. Edhe nëpër qytete që po vdesin, që të kthehen njerëzit edhe të punojnë. The një gjë interesante, Karandxa, këtu dhe ndoshta unë duhet t'i drejtohem pak audiencës. Fakti që ne trajtojmë çështje të kësaj natyre, ndoshta janë sensitive, ndoshta një pjesë zgjedhin mos i trajtojnë, ne jemi të detyruar nga ana qytetare dhe nga ana njerëzore për sa kohë bëhet fjalë, dhe unë e theksoj disa herë që janë para të qytetarëve shqiptar, janë para tona të cilat depozitohen në buxhetin e shtetit nëpërmjet formave të ndryshme, taksave, tarifave e tjerë, dhe që këto të përkthehen në investime. Por me çfarë kuptojmë, ka pasur raste të shumta kur është abuzuar shumë me para tona dhe një nga rastet konkrete, me sa duket, sipas SPAK, i referohemi SPAK-ut tu, derisa të provohet dyshimi që është ngritur deri në fund, vjedhja është e konsiderueshme. Të paktën kështu, domethënë bëhet fjalë vjedhje, unë po cilësoj vjedhje, por le ta thot SPAK-u fjalën e fundit, që dhe ne mos të mbajmë, le të themi, përgjegjësira që ndoshta nuk na takojnë, por jemi detyruar të trajtojmë thashë edhe një herë për hir të transparencës publike, mediatike dhe raporti që ne kemi me qytetarët, dhe sigurisht në fund ditës nuk kemi asgjë personale me askënd, as me kryeministrin, as me zëvendës kryeministrin, me shefin e opozitës, me Veliajn e tjerë me radhë. Është krejt një proces normal për hir të transparencës publike, për hir të parave të qytetarëve të vuajtur shqiptar që detyrohen të paguajnë dhe presin një ditë i marrin mbrapsht investimet. E kisha detyruar ta bëja këtë, ndoshta edhe për të qenë korrekt. Ajo që sapo lexove, që unë thash ndoshta sepse SPAK-u thotë që e kanë ndjekur hap pas hapi procesin zëvendës kryeministri, ministrja e infrastrukturës në rast konkret. Dhe unë thash që ka treguar një kujdes të shtuar nga pika A deri në pikën Z, nga momenti i fundit. Për shkak të rëndësisë ndoshta strategjike të. Po tani është ky rasti apo jo? Unë ta thash në lloj forme. Dakor. Tani a është kjo përgjegjëse për si autoritet kontraktor, drejtuese e autoritetit kontraktor apo jo? Se nëse nuk është, sikundër flitet, sikundër e thon prap ata kolegët e tu që kjo ç'lidhje ka kjo me tenderat? Jo, përgjegjëse autoritetit kontraktor është, sepse është ministria që kjo drejton. Të paktën e di se ku do marrin tender, ku unë kështu pretendoj. Ore. O je, o nuk je. Je është. Pra, nëse ti nuk je, atëherë do të thotë që ti nuk ke pse të interesohesh për tenderin X, Y apo Z. Që s'ke arsye vëlla, ja ke dhënë le të themi përgjegjësinë me firmë sekretarit përgjithshëm për të iniciuar prokurimin e një tendri, është njësia e prokurimit që bën gjithë fazën e dokumentacionit, është KVO-ja, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, i cili ndan se kush është fituesi apo jo. Ç'lidhje ka ministri kështu, po e flas teorikisht. Në rastin konkret,
se kjo është pjesë e dosjes që ta dish ti, në rasti konkret, rezulton, si pas pakut, se unë nuk di, se ata janë nga gallaret e hetimit, që edhe si pas këtyre përgjimeve, që zonja Balluku jo thjesht është interesuar. Zonja Balluku ka thënë që në fillim se si duhet jetë dokumentacioni tenderit, se si duhet të operohet, se kush do dalin fitues dhe madje kur do të publikohet lajmi. Që del fitues ky apo jo. E ta ke. Pas mbarojnë kërcënimi. Po. Pra, ja, për këtë po flasim. Për këtë gjë po flasim. Dhe po flasim që 20 minuta përpara se të shkojë zonja Balluku në prokurorinë e posaçme, kotrasisht futet motra e zonjës Balluku në SPAK. Ta që se din, Pamela Qirko është motra e zonjës Belinda Balluku, e cila ka bërë vettingun e prokurorëve dhe të gjyqtarëve në këtë vend. Shefja e shkallës parë. Duke përfshirë dhe prokurorin konkret. Të vjetë. Duke përfshirë edhe Dritan Prençin. Çfarë do të thotë kjo? Prit ta shpjegoj. Me ligj, zotëri nderuar, në momenti kur ti nuk je më pjesë e KPK-s apo KPA-s, ti paguash me brok të plot, 1 vit rresht, dhe ti je në konflikt interesi me çfarë do lloj pune publike. Pra ti nuk mund të jesh as avokat, as edhe një gjë, se ti paguash nga taksat e mia. Okay. Pamela Qirko, deri në 31 dhjetor 2025 e merr rrogën duke nejtur në shtëpi. Okay. Se kështu i kanë bërë rregull. Një lloj vlerësimi që ka bërë shteti në këtë rast. Vlerësimi financiar. Ecim avokat me këtë që thash. Tani, ta arrin këtu, Pamela Qirko nxjerr ka ekstraktin aty, u regjistroi në QKB në datën 30 tetor, një ditë përpara komunikimit akuzës. Dhe në 31 tetor shkon aty. Po. Dhe në ndërkohë po ta shikosh aty, pika 5 sot fusha e veprimtarisë. Diskutuam me skaluar me Karan, është pa përcaktuar. Është bërë. Po ma trego mua ti po mundi një shqiptar në Republikën e Shqipërisë që të fusin letra për të bërë person fizik apo SHPK apo SHA pa objekt veprimtarie, fushë veprimtarie dhe do t'ja kaloj QKB-ja këtë gjë. Po e gjete ti, këtë gjë, unë qatë them ty pas e mrapa. Ti kur fut domethënë për ta regjistruar kompaninë tënde, person fizik, apo SHPK, apo SHA, je i detyruar të plotësosh të gjitha fushat. Pra, 100, 200, 300, 400, 500, deri te 9-ta. Okej. Si është e mundur që QKB-ja pas ka pranuar kësaj zonjës, pa plotësoka, pa objekt veprimtarie? Si është e mundur? Po më tregoti se unë pyetja ime është retorik, unë jam idiot në këtë punë. S'marr vesh nga këto gjëra. Unë di ti them që as i shqiptar në Republikën e Shqipërisë dhe jo vetëm, po ta bënte një gjë të tillë nuk do ja kalonte QKB-ja. Ti thoshte jo zotri se ka harruar pa shkruar objektin vet. Me çfarë do merresh ti që po hap këtë njiptin? Kazmallok, çfarë do bësh ti? Në qartë. Kurse kjo zonja e regjistron. Po ti thua shprehja e saj atje ishte formë presioni për Dritan Prençin për prokurorin. Gjithë ditën e gjithë natën. Bile me gjithë shtunë e diele dhe festivitete bashkë. Dhe mua për te kësaj, po të them një herë tjetër, si është e mundur që QKB-ja ja ka dhënë këtë? Sepse kjo zonja me këtë këtu, me këtë ekstraktin që po flasim është prezantuar tek SPAK-u, vlla, se s'mund të futesh pa as i letën e SPAK-u. Në qartë. Mua ma grisin prokurën nëse është shkruar një fjali gabim. Ti ma ke dhënë prokurën e përfaqësimit, si avokat. Si avokat dhe ti po ta ke shkruar të prisë, se sa pas ka situar kështu ty këtu. Ti e gris, thua të nxjerr për jashta. Jo pa objekt veprimtarie fare. Si e pas ka pranuar ky zotëria këtë? Ky Dritan Prençi. Ku t'ja tregojnë këto historia? Ku në çfarë veni? Në Zulu ku jetojmë neve? Okej. Okej. Mirë, jo. Unë okej do them për... Ti je në rregull më bu? Gjys, jam në rregull unë jo, se ti e di si është ç'është unë pak më parë nëse do dëgjoj atë. Dhe po merreni me majën e icebergut. Maja fare. Nuk e s'ke prekur ujin. Preke. Kush ka ndaluar? Aeroporti i Vlorës. Shfirmosur nga Belinda Balluku. Iku Damian Gjiknuri nga ministër pikërisht për aeroportin Vlorës sepse nuk pranoi që ta firmoste. Dhe vajti kjo zonja tha, po se firmosoj, po firmosur më. Si që kanë këta. Rregull.
U marrë aeroporti Vlorës, u morën 100 milion euro kredi nga bankat. Për çfarë u morën 100 milion euro kredi, me zotrin? Për të plotësuar qokën, po ngre alibinu këtu tani. E lexon dot pyetjen 4? Që është në radhë? E lexon dot? Po nuk a është kjo akuzë vetëm maja e piramidës financiare të tendrave të dhënë për vepra të tilla infrastrukturore, pyetje që un kam sot. Nëse më akuzon mua për majën e icebergut. Jo, unë e di guximin tim që kam unë raport me audiencën. Ta vazhdoj tani unë. Vazhdoj, po ti, okay, vazhdoj që ti japim fjalën e parë. Ose preson unë jo dua të dëgjojm. Jam interesuar do. Bravo, e shikon? Më kupton. Mirë kuptoi dhe mua sepse a folëm për majën e icebergut. Ku e aeroportin e Vlorës? Tjetër. Tigrat 94.500 euro në ditë. 94.000 janë dy anë energji. Ke vlerë sa kanë shkuar sot? Nuk e di. Okej, në rregull. Po bëj sa janë aty që në 2020-ën. 2020-2021-shin. Mos kanë ardhur 2022 kur që një krizë energjetike. Kur të duash ti kanë ardhur. Okej. Unë po të them këta 94.500 euro në ditë. Që paguhet kontrata nga shqiptarët për këto dia që spunojnë. Në totalin këto kanë bërë 63.700 megavator energji. Kaq kanë prodhuar këto. Nga dita që kanë ardhur aty dhe deri sot 63.700 megavator energji elektrike. Tjetër. Tjetër avokat. Kjo 63.700 megavator është sa harxhon Shqipëria në një ditë. Kaq kanë prodhuar këta gjatë gjithë këtyre viteve. Tjetër po të flas për Thuman Kashari. Që si pas prokurorisë është duke hetuar 473 milion euro. E tha Dumani, është çështën e tim para. 470, të dalte Dumani, ma bëj pyetjen pak më vonë se ai ka fakma. Po duroj një sekond, se do flas. 473 milion euro. 300 milion euro për 16 vitet të rrugës Qukës Çaploç. Të ju lutem të gjithë, shkoni bëni një itinerar deri në Korçë dhe shikoni se çfarë kanë bërë këta zotrin. Tjetër. 3 kilometra rrugë mali. Trajtoj spaku, e përmende, tjetër, ka afer tjetër. Ka afer tjetër. Te kjo icebergu, po, çka ka tjetër? 185 milion euro të humbura në një ditë vetme në bursën për energjinë elektrike. Pra ne, të zgjuarit e botës, shkonin blinin me energji, po e bëjmë thjesht. Energjia shiteshe me 10 lek sot, ne pritëm ditën tjetër që energjia shitej me 15 lek. Po e bëj thjesht tash, dhe dëmi ekonomik në një ditë vetme nga OSHE-ja që e mbulon kjo zonja Balluku është 185 milion euro dhe jo pa qëllim, ka një javë spaku që i rrin në derë atij drejtorit të OSHE-s sot. Për këtë çështje? Për këto dhe për tjera, se ka shumë aty. Pra, nuk i mbaroj, promtoj që smarojmë dot sot. Po smarojmë. Okej, këtë kështu. Sa duash ti, këto më vinë në mend mua. Emisionin tjetër listoj një sër çështjesh tjera dhe i diskutojmë këtu. Maja e icebergut ka shumë çështje sepse siç e thash edhe në fillim, vetëm këtë çështje janë 3 çështje të procedura që jemi në një. Ka dhe shumë çështje që janë në hetim, edhe që po diskutohet, për shembull që nuk është bërë asnjë lloj shërbimi dhe janë marrë parat. Rasti i tigrave është për që janë këto kontrata të lidhura, duhet verifikohet, neve spaku duhet bëhet duhet lëviz më shumë. E pengon sepse te tigrat ka shku dhe Jurikim, po të kemi parasysh. Ambasadorë dhe sot nga djenia që kemi ka filluar punë te këto tigrat. Atëherë duhet ndaj çështën të çojë çështën në Amerikë për korrupsion. Pse mos ta filloj çështjen spaku? Kemi marrëveshje ndërkombëtare, vinë ata te ne dhe ne duhet të çojmë. Si kjo shkoj bëni lobing për këta, nëse lejohet mbas ligjit tyre është punë tjetër. Neve të bëjmë tonën. Të ndahet çështja, të verifikohet, ka qenë të bëhen pamjet filmike që kanë ngulkon dhe ti fillove punë të tigrat, se kjo për na sjell dëm. Pra erdhi një ambasadore, filloi punë vetën edhe po vidhet populli shqiptar. Duhet verifikohen këto punë. Okay. Pra duhet ndarë çështja. Ndahet çështja çoje. Rasti i Adriatik Lladhës, u pretendoi që kishte shku Donald Luja, që ishte bë presion për çështjen e bankës, se po them prap. Të niset të verifikohet, ai është në kërkim sepse për kësaj çështje është në kërkim të kemi parasysh, sepse i rishin ato të ambasadës nga mbrapa derisa e futën në burg, të fillohet çështja. Neve duhet mbrojmë interesat tona ku janë vjedhur paratë e taksavaguesve shqiptar. Se këto janë vite sa nuk është bërë asnjë shërbim. Bankës që është vjedh nafta, këtu po vidhen paratë e buxhetit shtetit. Për mi bëj qokën njërit apo tjetrit. Këto çështje duhet të fillojnë. E pengon diçka spakun?
Tani, gjesa ke marrë përsipër këtë detyrë, duhet t'i jepësh para. Tash lidhe me Pamela Ballukun që ta qirkë, ta seroj. Tani, çfarë vën ndryshimin nga ana tjetër? Shohim eksperiencën punë. Pamela Qirko ka qenë tërkohës juriste AMC-s. Në kundërshtim me ligjin u fut nga motra vetë në vetting, sepse nuk i plotësonte deri 6 që diskutuan. E futi Ballukun. Po kush e futi? Okej, eci. E futi, çfarë them aty, e futi postieri i parlamentit. S'ka fuqi. Pra, eksperjenca në punë ke punu me AMC-n. Si mund vishti te një dosje që nuk i njeh mirë çështjet penale? Një. E dyta, dalje e NIPT-it. Po e marrim të mirë qenë se ka funksionuar. Ti të vjen fletëthirja 5 ditë para, gjatë kohës së fletëthirjes ti nxjerr NIPT. Kupton? Me 30-10, me 31 ke datën e pyetjes. Se u shty herën e parë, po të keni parasysh u shty herën e parë. Po fletëthirja e dytë. Pra ty te fletëthirja e parë, te fletëthirja e dytë ti tani që këtu lind dyshimi si e fut. Dhe e treta. Kjo fut në vetting tash, ka kalu prokurorin dhe po vjen të mbroj motrën para këtij prokurori që ka kalu. Ndukje është konflikt se nuk e bën nerë. Pa e paragjykuar fare atë kalimin e personit. Kështu lexohet. Kështu lexohet. Lexohet apo tash. Ti merr motrën që ti avesh ti. Dhe ti po përdor motrën e tate për nderin që i bone që e fute këtu. Pra kemi një edhe kthim nderi brenda familjes. Pra unë të fut atu tash erdhi dita ti të mbrosh këtu. Dhe këtu sepse mund ndodhë që i plotëson kriteret ligjore, burin futu. Edhe jep dorëheqjen kur ka konfliktin e interesit, por as dorëheqja ato këto janë kaluar blok gjithë dhe tash po vjen kohë. Më thuaj që kushdo prokuror që të jetë aty ka detyrim përballë zonjës Qirko. Po tash ai ka kaluar në vetting. Të gjithë pra. Po i ka kaluar tash vjen avokat, domethënë eksperiencën punë nuk e ke, sa ke punuar te AMC-s, janë kontratë, janë fatet që janë të deklaruara nga vet. Tani gjatë sa kohë ke qenë, pavarësisht se kanë një vit statusin e por nuk duhet të jetë fare aty, moroj. Duhet të jetë fare aty. Sepse ti po shkon shumë larg. Jo, po shkoj flas edhe nga pikpamja. Këtë edhe nuk po e përsëris. Nga pikpamja teknike, pra ti merr një person që s'di. Pra ti merr një avokat, sepse avokatit marrin të mbrojtje që di më shumë, për shembull mund të jetë civilist, se ne këtu simi për fidrin ose si furnizohet me val zona Laprakës. Pra është AMC-ja antena, furnizohet është Shqiponia, çfarë shpejtësie ka vala. Nëse jemi këtu e marrim të është e fushës vet. Kjo ka me tendera, që duhet njohësh mirë të drejtën penale. Dhe duhet edhe tendra duhet i njohësh mirë. Pra ti të marrësh një njeri në thel pa eksperiencë, të krijohet dukja që ti këtë e ke marr thjesht për këtë që ka kalu vettingun dhe më ke detyrim. Okej, e kuptova. Faleminderit Karanxha. Për ta përmbyllur, se kjo duket sikur nuk përmbyllet. Për të qenë sepse kemi shumë për diskutuar, fakti që janë njësër çështje, nëse ne mund t'i marrim çështjet gjitha në trajtim, secila kërkon një emision më vetë apo ndoshta 2. A mund përbëj dosja tunelit Llogaras një pikë kthese historike për prokurorinë e posaçme SPAK, që në një farë forme është një organ i cili nuk ka një filtr politik dhe mund të shkojë deri aty ku do duhet të shkojë për të tetuar çështje të tilla. Atë do të them dy gjëra, shumë mirë. Ti merren tani në mendje. E para njëherë, nëse një organ akuze, si SPAK-u, është realisht i interesuar dhe profesionalisht i denj në raport me punën që duhet të bëj, gjën e parë fare, duhet kishte bërë të pamundurën që të shkonte ti merrte dëshmi Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj, këto gjëra që sapo thash unë, i ka thënë 10 herë më keq se sa unë. Publikisht në media. Publikisht në media. Pra se të thuash plaçkicia më e madhe e kombit shqiptar quhet Belinda Balluku, Arben Ahmetaj ka thënë këtë, nuk e thash unë. Unë do doja ta kisha thënë unë, po se marr dot autorisinë. Okej. Arben Ahmetaj ishte ai që tha, kam qenë unë, Belinda Balluku dhe Edi Rama, që pasi anulluam fituesin e tenderit të Llogaras për 140 milion euro, shkuam 5 ditë më vonë në Ankara, në Turqi, jo në Ankara, po në Turqi se nuk e di se. Takuam këta personat e kompanisë turke, bën pazarin aty dhe u kthyem dhe ribën tenderin. E ka thënë Ben Ahmetaj këtë gjë. Nuk ishte numri 2 i shtetit shqiptar. Okej. Dhe nëse ti si organ akuze, ti intereson e vërteta, ashtu si kundër është, ti duhet të kishe bërë kapërdimje për ta marrë Arben Ahmetajn për t'i marrë dëshmi. Dhe nuk mund të bësh e palaço, si që bëre në parlament, ku shkove aty dhe ktheje përgjigje, cili do qoftë nga ata që e pyeti, që po neve jemi të interesuar që ta marrim Ben Ahmetajn, por ai mjafton që të bëhet bashkëpunëtori joni. Do me thënë, ti do me patjetër që Ben Ahmetaj të pranoj
fajin që i ke ngritur ti, edhe në qoftë se nuk është me faj, që të shkosh t'i marrësh dëshmin, sepse që ta kuptojnë shqiptarët. Për të bërë bashkëpunëtor i drejtësisë, do duhet të pranosh faja që të ka ngritur drejtësia ty mbi kurriz. Po, që do t'i gjë? Në rregull, te Benamitej, në qoftë se ai mendon veten që është i pafajshëm, nuk mund të pranojë një deal të tillë, një marrëveshje të tillë. Por ti, si SPAK, në qoftë se ke interes për qytetarin shqiptar, për vjedhjet që i ka ndodhur këtij vendi, shkon dhe gjen dhe e merr dëshminë mbi Arben Ahmetin në çdo lloj situate dhe vendi. Ngrihet me një OPG, ose 2 OPG dhe një prokuror i SPAK-ut, shkon në Zvicër, në Lugano aty ku është, ja merr edhe kthehet. Kaq e thjeshtë është dëshmia. Nuk duan ta bëjnë. Po sigurisht që s'duan ta bëjnë. Okej. Tani edhe një gjë që ka kaluar për ciptazi. Ore, ky SPAK-u, ky Altin Dumani i famshëm, ky heroi jo i fëmijëve të shqiptarëve, se fëmijëve të mi nuk është ai, po edhe për te Shqipërisë. Që nuk le gjë pa xhirr në media kur vjen puna për t'i dhënë feedback vetes tia. Pse nuk e tha një fjalë për takimin që pati me Mark Fleming më kur? Kam kërkuar unë informacion, nuk jepet. Pse nuk e tha një fjalë për zëvendësimin e sekretarit të shtetit që e takoi përpara pak ditësh? Kam kërkuar informacion, nuk e japi. Okej. Po pse është e mundur? Për çfarë kjo takim? Po pse e fshekë ky Altin Dumani? Se ky është ai që mori dekoratën nga Blinken, më burr. Si është e mundur që Flemin ka takuar dhe Matas dhe djathtas askush nuk flet. Po pra, si është e mundur që Gazmend Bardhi, Jorita Tabaku, ne kanë takuar. Lamallari, ministri i drejtësisë, zonja Kociu, Albana Kociu, e kanë takuar dhe nuk thonë asnjë gjysmë fjale. Se çka ka thënë emisari i Shtetit Bashkuar të Amerikës, çfarë ka biseduar, çfarë u ka thënë këtyre? Ndoshta u ka thënë domethënë bravo. Ka shumë rolin e Escobarit, ë? Po, jo pak a shumë. Ai njëjti rol, është njëjti rol me Escobarin. Se ndoshta ka ardhur më anë dhe u ka thënë bravo qoftë dhe u ka rrafur shpatulla. Mo nuk besoj. Po, pyetja ime. Prandaj nuk flasim besoj. Pyetja ime është, ore çfarë? Ore ti heq këta që janë politik, se këta politikët domethënë okay, politik bëjnë se s'duhet merrem me këta, as me ministrat, dhe as me opozitën. Ti shefi SPAK-ut. Ti heroi i madh i këtij kombit. Ti që hape Gjoksin dhe çove Erion Velien Burg dhe Ilir Metën. Pse s'ngrite akuzë njëtën akuzë për Belinda Ballukun, më? Kush je ti, më? Si është e mundur, më, që ti shkon aty në Amerikë dhe ças bën dhe foto dhe ku shkon në tualet? Pse nuk dorë një deklarat për çfarë folet ti për me Mark Fleming? Ndoshta mund të kërkuar nga ana e tyre, po themi, për ta zbutur në të gjithë të kërkesë, i them ndoshta ka kërkuar ai që mos bëhet asgjë publike. Mark Fleming kërkon një gjë të tillë? Po, mund ta ketë kërkuar, ndoshta për interesat të shtetit amerikan. Po, mund të thoshte vetëm kaq, që Mark Fleming pati një takim me kreun e SPAK-ut, inkuranoi intimin, bashkëpunimin dhe më thash, si është e mundur që dalim deri në këto pika? Ne tregojmë që nuk kemi vasal, më zotrin, se vasaliteti ka dhe një lloj emocioni. Ne jemi brejtës më amfib. Në qenë se më shqetësove pak çfarë tek çështja e Icebergut dhe unë reagova dhe unë kam akoma atë, këtu ka vdekur sovraniteti, avokat. Ku kishte sovraniteti? Jo, kemi pasur. Kur më kohën e Verozës? Sovraniteti këtu e di që ka vdekur. Kohën e Verozës kishte.